Pas raportimeve të televizionit Syri për djegjen e një kati të shtëpisë së familjes Morina në rrugën Qazim Leshi në Gjakov, kësaj familjeje tashmë është ofruar ndihmë për ndërtimin e shtëpisë. Sipas Abdurrahman Bejtullahut, nga shoqata humanitare Bereqeti, për ndërtimin e kulmit dhe një pjesë të shtëpisë janë paraqitur 2 persona vullnetmir. Po e kemi përmes të syrit si lajm për fatkeq ndodhja që ndodhi, po ka dorë Zoti fatmirësisht nuk ka marrë njerëz, është vetëm ndonjë materiale që shpejt bëhen. Pastaj kemi marrë te familja Morina që na ka thirrë vllai i kësaj familje për parimin, me kërkuar ndihmë nga shoqata Bereqeti. Kemi marrë telefonata shumë nga bamirësat nga diaspora dhe vendi, jo për këtë as por shumë rase që në komunën tonë të ndihmohen sa kena mundësi. Familja Gola, jam të pasazdash, Faiki ka dhënë shumë për 5 mijë si start, kurse Valen Duraj ka marrë për kulmin si fillim. Bejtullahu ka bërë apel që ndihma për këtë familje të vazhdojë në mënyrë që shtëpia e tyre të përfundojë dhe të jetë e banueshme deri në pranverë. Besojmë që bojnë shtëpi më të mirë se ka qenë me emrin Zotit deri shpejt dhe pranvera ka më të qenë më mirë. Kulmi sikur me kap shumë 20 mijë. Valoni ka marrë për komplet, po duhet të vazhdojmë dhomat të rregullojmë, të njëjtën kohë me shumë bollë më fasadë, me rregullim me bollë më bukur që ka qenë pse jo. Besoj që bamirësat materiale ndihmojnë sa do pak ta përfundojnë çu ka hije. Shtëpia e familjes Morina ishte përfshirë nga flakët disa ditë më parë, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Familjarët kanë kërkuar ndihmë nga qytetarët vullnetmir, pasi nuk kanë mundësi financiare që ta rindërtojnë vetë shtëpinë.